Jam rikthyer në studio, vjojmë programin Shtypi i ditës dhe ju në këto momente do të diskutojmë për pensionet, bonusin apo kompensimin mujor, që ka kufizime. Ende jemi në ato pyetjet që kush përfiton e kush jo dhe mbi gjitha sa përfitojnë. Këtë do të diskutojmë në këto momente. Si që bëra me dije që në hyrjet programit që në orën 7 më është bashkuar në studio zoti Kujtim Hoxha, ekspert për pensione. Zoti Hoxha, mirëmëngjes, faleminderit shumë e vlerësoj që jeni në studio. Shumë kërkesa, shumë pyetje gjatë gjithë javës, në fakt sepse ne edhe të mërkurën e kaluar ishim së bashku, ka ende pa qartësi, pak kënaqësi, unë patjetër këtë e theksoj sepse jo të gjithë e përfitojnë. Përpara se të marrim telefonatat në studio, që menjëherë i ftoj ata që kanë pyetje të bëjnë pjesë e programit dhe t'i drejtojnë drejt për drejt zotit Hoxha. Shumë shkurtimisht do t'ju pyes, le të themi nga mërkurën e kaluar deri më tani. Ka shumë qytetarë që ju pyesin që janë ende të paqartë, që janë ende të pakënaqur, pra çfarë mund na thuash? Patjetër që gjatë kësaj kohe ka qytetarë që kanë marrë pensionin dhe kanë parë edhe rezultatet e këtij vendimi. Po më shqetësuese është për ata që se kanë marrë dhe nuk e dinë se ku futen. Sepse është krijuar edhe një tymnaj, po themi, sepse njerëz të ndryshëm edhe nëpër studio nuk e japin informacionin tamam. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në fakt se është në interes të qytetarëve që të përcjellin dhe të marrin atë informacion që ju vlen, pa i shqetësuar edhe pa i vënë në siklet, sepse në këtë mes, për shembull, nuk kanë filluar akoma të merren bonuset, pensionet e janarit ata që marrin në bankë. Kur ti marrin ata? Ka qenë ata 20-21, dje dhe sot po varet kush e ka kontrolluar. Dhe ata kanë problem, sepse në pensionin e vet ata e marrin bruto, nuk e kanë të ndarë që ta dallojnë me sy atë pjesën e pensionit dhe sa është ajo bonusi. E kanë një çik më të vështirë. Përjashtimisht ata qytetarë që e dinë eksakt se 6.000 lekë ose 8.000 lekë ose 7.000 lekë që marrin grupe shoqërore, po nëse e marrin në bankë, ndonjëherë nuk e vënë re, sepse banka jep gjithmonë ato të plotat kur e merr me kartë dhe po, eksakt, ato bishtat mund të 10.000 lekë që se merë, që është 9.000 lekë, ajo 6.000 lekë merë, dhe se dallon nëse e ka, se ka. Me vështirë ashtu me bankë. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm edhe në sqarimet që bëjmë. E kuptoj. Edhe nga qytetarët, se si e japin atë deklarimi informacione. Edhe jo shumë rëndësishme ishte japin informacionin shumë saktë që edhe ju të dini tu përgjigjeni dhe t'i orientoni. Ema një kolegu dje më telefonoi, nuk ishte përfituar asgjë dhe sipas zonjës ishte pension urban me vitet e pjesshme dhe kishte masën e pensionit të fundit të 10 vitit kaluar 307.000 lekë. Nuk e merë sepse ka kaluar tavani për 220.000 lekë. 220.000 lekë e marrin pensionet e pjesshme, duhet ta dinë të gjithë, pensionet e pjesshme urbane. Këtë informacioni dhash edhe unë, po dhe në pensionet e pjesshme, pavarësisht se sa mund të ketë punuar në dijenin e vet qytetarja, ato që janë njojtur dhe që janë të deklaruara. Nëse nuk e ketë plot, e ketë pjesëm, ky është tavani. Qoftë edhe një muaj, ka patur raste. Edhe për një muaj, edhe për një muaj janë djegur. Vjetër si pune. E kuptoj. Mirë, marrim besoj telefonata, për jës vërtetës shumë edhe gjatë kësaj jave keni bërë pyetje, më mënyra me mirë, është drejt për drejt në fakt me zotin Hoxha. Urdhëroni përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje, nëse keni pyetje për bonusin ose eksaktësisht kompensimin që jep qeveria. Mirëmëngjesi, zonjë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një pensioniste që tani sa kam dalë në pension, po dua të flas. Kam 10 vite punë, kam qenë normiste në kooperativë, a më njife apo jo? Kooperativat përbleshin me ditë pune atere. Po? Përshëndetje o Denis, kooperativat përbleshin me ditë pune atere dhe mua dua ta di, a futem në këtë, në llogarit tjetër, apo paguajmë si punëtore. Atëherë është shumë e rëndësishme që në informacionin tuaj, zonjë të deklaronit dhe të tregonit se sa vite pune ke gjithsej, pjesën tjetër, veç asaj të kooperativës, se me 10 vjet nuk del në... Po?
33 vite pune, jam me pension të plot. Atëre Kam 30 vite e ca muaj kam në mjekësi dhe atëre kam që normiste në kooperativë, po nesh përblesim me dëgjoni zotin Hoxha, dëgjoni zotin Hoxha. Pyetjen, juve pavarësisht se keni punuar në kooperativë, kuadrët gjithmonë emëroshin nga Komiteti Ekzekutiv, pra ke vendim emërtimi, të cilën ti e ke marrë dhe titullin normiste ose ekonomiste për punën që ke berë, dhe pavarësisht se punonit me ditë pune në kooperativë, si pas këti regulli, ju jeni shpërblyer me 50% nga shteti e tërën dhe 50% me të ardhurat e kooperativës. Kështu quhet dhe quhet punë shtetërore. Gjithë vjetërsia e punës që ju keni patur në historinë tuaj kontributive, zgjidhet punë shteti. Pra, pensioni juaj është i plotë, dhe nëse është më pak se 20.000 lek, juve përfitoni bonusin për 18.000 lek. Nëse kaloni me ato llogaritë, ato tavani që ka vendosur qeveria me 20.000 lek, nuk fitoni asgjë. Po zonë, ju keni dalë, keni marrë pensionin e parë, apo? Sa ju ka zënë pensioni, për them? Urdo? Unë kam 375, po nuk jam dakord me qa koeficienti më llogaritur, mirë, shiko. Jo, mos ngatroni gjërat e tjera, shiko. Ja, dëgjoni pak zotin Hoxha, të lutem, që të marrim dhe me që ke qenë edhe ekonomiste, pra e fushës, po themi, pavarësisht kësaj juve keni nuk keni njohërit për të shikuar se si ka llogaritet një pension, se ka ca veçori e cila merr atë që thatë juve. Nuk mund të bëhet pyetje këtu për këtë pyetje për shembull, këtë koeficient më kanë marrë mua, sepse ju trajtojni me koeficientet e vitit për të cilën ju keni dalë në pension, kalkulojnë ato dhe nëse ke paqartësi drejtohet në degën e përfitimeve për dashur, jo për bonusin. Me gjitha këto të dhëna ju merrni bonusin për 1.800 lekësh apo 18.000 lekësh. 18.000 lekësh. Zoti Detnis, nuk e kam të bonusi, unë dua si mund të llogaritet, dua koeficientin. Se tani në ca grupi futem. Okej, se ka mundsi. Zoti Kujtim, më jap një numër dhe të vete në studion e tij dhe të flas me të. Në rast se do ketë mundsi. Nëse juve dispononi fotokopjo të dokumentave që keni dorëzuar në sigurimet shoqërore, mund të vini atje. Unë kam një zyrë përballë poliklinikës numër 9, në kryqëzimi 21. Nuk e kam të bonusi. Jo, ju kuptoj, të lutem zonë, se do marrim dhe biseda tjera. Po ja thot zoti Hoxha. Si është llogaritur të marrë letrat, ti shikoj dhe të them. Po, si numër pastaj do të shmëndi gjithë Shqipëria, po ju thot besoj ambientin edhe njëra drejtë. Rrugë Kavajës, përballë poliklinikës numër 9, mund në stacion e autobusit. Po të vini aty. Faleminderit, zonjë, mirëmëngjesi, ecim me një tjetër bised, dhe kur them bised, mirëmëngjesi zotri, e ke marrë apo jo pensionin dhe po e themi sa të kapi, sa përfitove nga kompensimi. E ka marrë pensionin. Po, na thuaj atyre. Unë do të vit do pension tani, kanë qenë në kemp, edhe s'ka marrë shtesën. Po? S'ka marrë shtesën. Atëre, në rastin tuaj, kur një qytetar ka vjetërsit punët përcaktuar, ti ke individuale, gjë njeri ka individuale ato vjetërsit e punës, dhe në një moment caktuar juve jeni bërë invalid, je shpallur nga Komisioni Mjekë Ligjor si pa aftë, dhe në momentin e fundit, nëse je shpallur invalid i përhershëm që quhet kjo, në momentin... I përhershëm që ishë për ma hojën për 3 muaj. E mirë është tjetër gjë. Po, dakor, nëse nuk ke statusin e invalidit në momentin që ju kini dalë në pension, pra në atë moment komisioni nuk të ka komisionuar dhe nuk të ka vlerësuar si invalid, ju kini dalë në pension si në gjithë pensionistët e tjerë. Dhe ju trajtojnë nëse e kini patur vitet e plota, të llogaritet... Ka fillu punë në 75-ën, edhe
në 2007 që këtë bërë në kemp. 2007. Si pas kësaja, ju merrni pensionin tuaj dhe nëse e kini pension të plot... Kam fitu dhe stazë me dalërë. Mirë, nëse e kini pensionin e plot, pra, të pleqërisë, jo invaliditetin, i nënshtrojnë regullave të pensionit të plot me vitet që ke, sepse në vjetësinë e punës, krahas vjetësisë që ke punuar, si vite punë ziren edhe ato që ju keni përfituar si invalid. Pra, nëse i kini... Do të 280.000 lekë do në pension. Sa? Sa i kini sot? 280. 280 lekë. Ju përfitoni 18.000 lekë. 18.000 lekë. Si se morën të realë, bra? Po, pikrisht ka mjaft probleme edhe në dhenjen e këtyre pensioneve, se duke patur një numër shumë të madh, rreth 730.000 qytetarë, sigurisht bën edhe gabime. Ka edhe gabime, le për llogaritjen nëse po them, është kështu siç thoni juve, është e kollajshme për t'u korrigjuar, do t'ysh në të dhënat tuaja në Albania, të kërkosh rishqyrtim pensione dhe të qëtat juve, shkurtat i me një edhe rikuperohet, sepse muaj parë që po bëhet dhe kjo në fakt. Mirë, faleminderit zotri. Faleminderit. Ju përshëndesim, ecim me një tjetër bisedë në studio, më mirë temi besoj me një tjetër shqetësim, sepse mjaft mirë do t'jetë që edhe në telefonoj dikush që e ka marrë, që të në jap një shembull, pra edhe që me gjitha ato që përfaqëson pensioni i tij, ta ketë marrë bonusin, ketë marrë edhe atë masën më të madhe po ashtu. Përshëndetje, po masën më të madhe për 1.800 lekësh e merr ai apo ajo që ka pension urban të plot. Mirëmëngjes zonjë, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes nona. Mirëmëngjes. Shiko, e kom burrin pensionist. Po? Ka 38 vjetë e 2 muaj. Po? A ka punu teknik gjelog minier 30 vjetë, edhe shtesën 18.000 lekë nuk e ka morë, i kanë thonë nuk i tako se ki 235.000 lekë, shtesën du të me konë 210. Po, ja të gjojmë zotë. Ja të gjojmë zotin Hoxha. Të të gjojmë zotin Hoxha se e kuptoj, edhe me ka që informacion së ka një kontradit në fakt në ato... Ja të lutem, të gjojmë pak zotin Hoxha. Në ato të dhenat që thatë juve, sepse si pas këtyre, qytetari, në këtë rast burit tuaj, është trajtuar me pension të pjeshëm. Me pension të pjeshëm, sepse duke patur 235.000 lekë që merr ai aktualisht, nuk e kanë vënë atë sepse pensionet e pjeshme trajtohen deri në 220.000 lekë. Ky është fenomeni. E kuptoj. Nuk e dha informacionin e plot, po si pas këtyre përfitimeve që tha ajo dhe punës që ka kryer... Zoti Hoxha thot që bashkëshorti juaj trajtohet me pension të pjesshëm, nëse përfiton momentalisht 235.000 lekë pagesë mujore pension, kalon atë tavanin e vendosur nga qeveria për 220.000 lekësh dhe prandaj nuk e përfiton atë 8.000 lekëshin të vjetër në muaj. Nëse kini... Se përfiton, a? Po, sepse kalon tavanin. Si pas këtyre të dhënave që ju në dhatë, apo në thatë. Po, zoti Hoxha? Nëse ka në vjetër si punë më shumë, dhe ja ka në... 38, thot, zonja, po... 38 vjetë, kur ka dalë? 38 vjetë, kur ka dalë në pension? Qfar viti? Kur ke dalë në pension? Kur jam dalë. Qa viti? Qfar viti? 2000... Qfar viti? Të ludem, qfar viti? 2014 kujtaj. 2014. Në 2014 atëre ju duhet meni pension të plot, po shikoni mos kini vjetësin e punës, mos je klasifikuar atëre në kooperativ, se s'ka... Mos jeni klasifikuar një tjetër kategori. Mirë, faleminderit, zoj. Faleminderit ju përshëndesim. Duhen shumë të dhëna dhe duhen shumë eksakte për hisë vërtetës. Mirëmëngjes, përshëndetje, ndonjëherë edhe me 1 muaj vjetërsi pune, nga pensioni plot të kaloni pjesë shumë e tjere. Mirëmëngjes, zonjë, ju përshëndesim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju dëgjojmë. Jo, uleni pak zërin e televizorit. Ju lutem, uleni zërin e televizorit vetëm përmjet telefonit, sepse
Nuk do të merremi veç fare ndryshe. Ju përshëndesim edhe ne, ju dëgjojmë. Dëgjoj tash, unë jam një punojse që kam punuar në uzinën mekanike të Poliçanit. Po. Edhe kam punuar në zonë kimike me lëndë plase dhe lëndë helmuse. Po. Atje dilin 45 vjeç pension. Po. Kam dalë në vitin 96. Po. Dhe kam dalë në pension të plot. Në shtuar edhe ja 4 muaj në atë kohë që kemi dalë edhe 6 si mbas ligjit, do bëni edhe 4 muaj të tjera i kam bërë 25 e 4 muaj kam dalë në pension dhe kam dalë me pension të plot. Kurse kur hap tani ata e Albania, më del muaj që kam qenë me pension të pjesëm. Unë nuk e di se si ka dalë për pensionimi pjesëm. Jeta gjë, apo do të informacion shtes. Si pas këtyre që ju folët, kanë qenë ti vërtet mund të kesh filluar të përfitosh në vitin 96, tha zonja. Faktikisht ka qenë 95 ajo, sepse edhe nga pamja të regohet që fitonin pension të parakoshëm në disa ndërmarja dhe disa lloj profesioni, ata që kishin hyrë në 5 vjetët e fundit para se dilnin në pension, kishin të drejtë të zgjidhin. Edhe i mat ka punuar në këtë dhe ka dalë një lloj pensioni 44-45 vjeç. Para dilnin me 60%. Po, nga viti 2003-2004. Dhe pastaj kur plotsonin vitet e plota, bëhet llogaritje. Kështu që në këtë rast... Jo, kemi dalë me vit plota ne. Ne kemi dalë me vitet të plota në pension 45 vjeç. Po pra, 25 vjetë, sa ke patre këte për të më, sa vite këte? Sa vite punë ke pasur atere? 28 vite e 7 muaj. 28 vite e 7 muaj, shiko. Për shkak të lloj të profesionet dhe të punës që kryen, në atë kohë, si pas një vendimi 526, që ka qenë dhe që ka rezistuar më shumë kohëve, ka qenë i vitit 1958, vazhdon të jetë në funksionim, të gjithë profesionit i ndante edhe në vështirësi. Dhe edhe zonja është trajtuar me këto profesionet që janë quajtur të vështira dhe dilin para kohë. Por, në rastin konkret, nëse në Albania pasqyrohet i pjeshëm, atje duhet të zgjidh me sigurimet shoqërore, sepse kështu, si që ka në sistem, ajo, kështu trajtohet. Ju zonjë, sa pension merrni dhe keni marrë, apo jo ndonjë shtesë, apo fare? Jo, unë marrë 265.000 lekë pension dhe asnjë kokër nuk më shtuar. Nuk të shtuar. Po, juve trajtojni me pension të pjesëshëm, urban të pjesëshëm. Po, se pash atje të Albania online. Teorikisht, juve duhet fitonit atë me pension të pjeshëm 8.000 lekë, po ke kufizimin... Ke kufizimin 220, ju merri 265 dhe kjo është. Nuk e përfiton. Po pëse ta fitoj të pjeshëm u vandal pension të plot? Doktora, po kjo me sigurimet shoqërore mund zgjidhet. Rivlerësim pensioni apo etj etj. Kështu që momentalisht faleminderit. Po, faleminderit. Ta kam pension të pjeshëm. Ju përshëndes. Po dakord, po kështu konsideroj. Të falenderoj, zonjë, mirëmëngjesi, ecim me një tjetër bisedë në studio, jemi 3-4 minutat e fundit, ka shumë fakt informacione që duhen dhënë, edhe shumë që duhen sqaruar dhe koha fluturon. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju dëgjojmë. Ju lutem, ulini zërin e televizorit. Ju lutem, vetëm përmjet telefonit, ulini zërin e televizorit. Po, unë kam dalë në pension në shtator. Po? Në gjoni. Po, ju dëgjojmë, në thuaj. Pra, edhe marrë 285.000 lekë. Po? Me 35 andi, me 35 vite punë. Po? Jam nga Patosi, jam në qytetë, do në zona urbane, se i thonë jo dhe rurale. Po, urbane, okej, po. Sa më shumë. Atëre, si pas informacionit që dhata, ju keni dalë në pension në shtator të vitit të kaluar, të vitit 2025, dhe ju janë nevojitur për të marrë pension të plot. Nuk e dëgjoj mirë, zotrin. Për të marrë pension të plot pleqëri, ju janë nevojitur. 38 vjetë
38 muaj. Po, ju keni diçka më shumë se 35. Edhe 36, edhe 37 këtë. Pra e kini futeni në pensionet të pjeshme. Pensioni pjesëm urban jeni. Urban, do të përfitoni nëse kishit të plot vjetësin e punë, këtë vjetësin e punë mirë thash, ju do të përfitoni 18.000 lekë. Duke patur nuk e keni vjetërsin e plot, jeni pjesë. Ju kaloni në ata që përfitoni 8.000 lekë, po jo më shumë se 22.000 lekë. Pra nuk e përfitoni. Sepse keni kaluar të avani prej 220.000 lekësh. Pension urban i pjesëm duhet merrni 8.000 lekë të vjetra çdo muaj, nuk i merrni sepse me 285 keni kaluar 22.000 lekëshin apo 220.000 lekëshin. Faleminderit edhe për një tjetër bisedë në studio të fundit. Të falenderojmë. Përshëndetje. Shumë i rëndësishëm vjetërsia për të kuptuar pra i plot apo i pjesëshëm. Edhe sjaroj një për atë... Po. Doli kë, zotëri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Desha të bëj i pyetje së specialistit. Po. Unë kam dalë në pension. E kam pensionin e pleqërisë 160.000 lekë. Edhe kam i pension suplementar prej 64.000 lekësh. Largo pak nga telefoni, të lutem. Largoni pak fare nga telefoni. Okej, atë. Po. Dhe nuk përfitova gjë këtë muaj. A përfitojnë? Ju futeni pavarësisht që përfitoni pension suplementar për shkak të punës që keni kryer dhe që janë parashikuar në legjislacion. Ju siç duket... Kam qenë ushtarak, po. Po, siç duket, nuk plotësonit vitet e plotat të punës që janë dashur në momentin që keni dalë në pension pleqërie. Dhe për këtë shkak, ju do të përfitonit një bonus prej 8.000 lekësh, po jo më shumë se 22.000 lekësh. Po. Kështu që duke kaluar këtë shumë të mbledhësh pensionin e pleqërisë dhe pensionin suplementar, e kalojnë atë 22.000 lekëshin, prandaj dhe nuk keni trajtuar me bonus. Faleminderit, zotri. Faleminderit, keni kaluar atë tavanin e vendosur nga qeveria. Zotri Hoxha, sa shumë ka djegur ky tavani 22.000 lekë të këto pensionet e pjesme? Shumë. Shumë kufizim. Pensionet e larta e ka preashtuar të gjithë. I ka preashtuar gjithë mbi 20.000 lekë. Po edhe ky pjesë i ka djegur shumë. Edhe familjarët, kush kalon 18.000 lekë. Kush kalon 18.000 lekë. Shumë tavane të ulta të vendosura. Tavani shumë i ulët. Është një problem me nënat me shumë fëmijë, sepse nënat me shumë fëmijë duke pasur 30 vjet puna, këta e quajnë të pjesëm. Faktikisht është një nënë atje, duhet ta pavarësisht ashtu. Me sekonda se gjithën e nuk u përgjigjemi dot, ata që kanë mundësi, kanë paqartësi, nuk na kapin dot nëse kemi shumë telefonate, shumë kërkesa, edhe një adresë, se numri i telefonit është do të çmendin, nuk e di, po dhe adresën ku mund të gjejnë ata që kanë mundësinë e Tiranës. Unë e kam adresën në kryqëzimi 21 dhjetorit, pa dalë në kryqëzimi, duke erdhur që nga lartë, në stacioni autobusit përballë poliklinikës numër 9. E kuptoj. Në rrugë. Zoxha, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët dhe që bëhet pjesë e programit. Qëndroni me Report Televizion, shtypi ditës dhe ju përfundon në këto momente. Vjoni me Rrezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm.